Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha e cilëson një lëvizje të zakonshme emërimi në krye të kadastrës të Vlorës të një politikani që ka aderuar më parë dhe ka patur kontribute në Partinë Demokratike, referuar emërimit të Genzde Romemajt në krye të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë. Berisha u tha këtë të mërkur gazetarëve që këtë gjë të mos e cilësojnë as pak si të jashtëzakonshme. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare zbuloi se Genzde Romemaj që të martën u emërua drejtori i kadastrës dhe më parë ka mbajtur detyra të rëndësishme si kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës dhe së fundmi antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Shqiptare, e ka informuar përpara 10 ditëve me një mesazh se do të tërhiqej nga aktiviteti politik. Berisha vlerësoi De Romemajin si një person me karrierë në Partinë Demokratike, ndërsa thotë se kjo ishte një zgjedhje e tij. Ky person me një karrierë në Partinë Demokratike, po që janë gjërat zakonshme, nuk janë të jashtëzakonshme, apo që njerëzit ndrojnë parti si ky, para 10 ditëve ka dërguar një mesazh ku më informon se do të largohet nga aktiviteti politik për gjithmonë. Në fakt, nuk ka patur një aktivitet për arsye të veta, nuk e di, nuk them, por kjo është një zgjedhje e tij dhe unë personalisht e kam thënë dhe përsëris prapë, thelbin e lirisë e konsideroj të drejtën e zgjedhjes njeriu. Ai ka bërë një zgjedhje, ka marrë një funksion, ka marrë një post. Ditën e martë, Genzde Romemaj u emërua drejtori i ri i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë. De Romemaj është një figurë e njohur publike dhe me karrierë të gjatë profesionale, si dhe me detyra të larta politike që i ka mbajtur për shumë vite.